Skimi është një sport delikat individual. Mund të jesh shumë i mirë, i shkëlqyeshëm, mirë po një lëshim ose një gabim të vogël të qetë prej tegu dhe humbish rezultatin që e ke. Shtigjet e Sharit mbi Tetov shumë herët janë shkelur nga Menan Mehmeti, ish skiator që karrierën sportive nisi si pionier dhe përfundoi si trajner. Ka fillu prej moshës 10 vjeçare, po si garus ose si sportist aktiv, prej moshës 12 vjeçare kam qenë si pionir. Prej aty në klubin e skimit të Luboteni, garat e para i mbaj në mend, po keni edhe fotografi. Aty garat e para unë personalisht i kam pas në Krushe, në moshën 12 vjeçare. E mandej ndan nga dalë duke u zhvillu me ushtrime, me sende, kam arrit që t'jem edhe pjesëmarrës edhe në reprezentacionin e Maqedonisë si garus, në për këto 3 meqet që janë me Serbinë, me Malinezi edhe Maqedoninë. Sukseset e tij gjatë gjithë karrierës janë rënditur në mesin e top 3 garuesve. Unë kam pas fatin të jem gjithmonë rreth prej vendit të parë deri në vendin e 3-4, kështu që kam edhe mjaft medalje, kam kupa të ndryshme. Mirë njohje, jam shpall disa herë dhe jo disa herë, por shumë herë si sportist i vitit. Një nga momentet më simbolike të rrugëtimit të tij si skiator lidhet me vitin 1984. Me rezultatet e arritura që i kam pas, 84-shin më kanë caktuar prej 8 sportistëve të Tetovës, flakadanin olimpik të 84-shës që unë mbajt në Sarajevo, isha i caktuar edhe unë të jem si pjesëmarrës në atë, kështu që bashkë me Refik Jajën, në Sarajevo kam qenë si pjesëmarrës për organizimin e garave në disiplinat alpike, si të them vlerësojshin prej, mendoj thirrshin edhe kishin ndihmë Sarajevo ose Bosna prej tanë Jugosllavie. Edhe gjithë ata njerëz që kishin një eksperiencë, garat që u mbajtë ishin shumë të suksesshme. Por kjo nuk ishte fundi. 2002 në Salt Lake City kam qenë në cilësi të trajnerit të reprezentacionit të Maqedonisë në Olimpiadën që u mbaj 2002. Hapësirën e Kodrës së Diellit, ish skiatori Mehmeti e cilëson si unikale. Kodra e Diellit është ideale për të gjitha aktivitetet sportive dimrore. Mund të organizohen lirisht edhe Olimpiada, mund të organizohet edhe gara ballkanike, edhe botnore, këto kupat që banë në shtigjet të improvizume. Këtu asgjë nuk duhet të improvizohet. Ceri pashina që themi ne është 3500 metre gjatësia e shtegut, me një diferencë të lartësisë mbydetare prej 850 metre, që është shumë rrallë. Mandej për lëshimet që janë, slalomi mas, lëshimi drejt, i ka kushtet ideale për arsye se sidomos për lëshime dhe slalom të madh duhet të ketë si parakusht edhe 2 si terasa ku të pushojnë pak garusit. E këta elemente Kodra e Diellit i ka. Pas një jete të tërë të lidhur me sportin, mesazhi i tij është i drejtë për drejtë. Skimi është një sport paksa edhe i rrezikshëm, edhe i rëndë, edhe i shtrenjtë. Duhet të kesh besim në vete, duhet të kesh kohë, duhet të kesh vullnet që të arrish sukses.